Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe analizuar ngjarjet më të fundit. Do të flasim tani për një situatë të krijuar brenda në ferm, për një vajzë e cila që në momentin kur ka hyrë po shndrohet në një fenomen dhe po shndrohet në pëlqime. Do të flas për Kostanën. Kostana, Mimoza, deri diku mund të them dhe Bujaka, por Bujaka më shumë me Mimozën, por edhe Kostana në këtë mes tashmë është bërë grupi i pozitivitetit të shtëpisë, unë kështu e quaj. A është Kostana fenomeni dytë pas Mozës? Unë mendoj që po. Do të thoni pse? Kostana, që në momentin kur hyri brenda në ferm, hyri shumë natyrshëm. E luajti lojën dhe vazhdon ta luan lojën shumë natyrshëm dhe shumë në mënyrë njerëzore. Në fakt ne nuk e kemi parë asnjëherë këtë anën e Kostanës. Kemi parë gjithmonë një Kostana të vrasht, një Kostana agresive, një Kostana që gjithmonë kritikonte në mënyrë të tmerrshme kundërdrejt të gjithë personazheve, por ferma është një super spektakël që në fakt ti nxjerr ato dimensione që ti ndoshta edhe nuk i ke në gjendje që ti japësh, dhe pikërisht Kostana nxori këto dimensione. Domethënë Kostana i dha këtë botën e bukur fermës. Tani çfarë ndodh? Kostana që në momentin kur hyri, as nuk tha që hy për Mozën, as nuk tha që do të luaj për Mozën, por tha që mua më pëlqen Moza, unë e preferoj Mozën, jam fanse e Mozës jashtë, por brenda unë do të hy për lojën time dhe do të shijoj lojën time. Dhe Kostana, e pa se çfarë mangupliqesh në një farë mënyrë bëheshin, dhe natën e mbrëmshme, duke e parë që si produksioni, ashtu dhe banorët në ferm mundoheshin që ta godasin Mozën, që të përfitojnë nga goditja e Mozës, që të rritet audienca, se Kostana është gazetare, e di shumë bukur se si funksionon kjo gjë. Ajo me njëheri doli në mbrojtje Mimozës, duke e goditur produksionin dhe opinionistët që në këtë rast ishin gabim në mënyrën se si e perceptonin gjën. Domethënë nuk mund t'i thuash ti një gruas në moshën e Mimozës, ti ke patur ndjenja për Adionin, ti e ke dashur Adionin. Mua nuk më duket kjo profesionalizëm, mua kjo më duket thjesht një debat për të marrë vëmendjen dhe për të ndihmuar produksionin që të arrijë të merr atë që don. Mua kjo më duket zinxhiri koduar. Dhe në këtë rast Kostana ka përzgjedhur që të jetë drejt për drejt, ka përzgjedhur që të jetë e vërtet, ka përzgjedhur që të jetë në fund të ditës njeri dhe që të mos të ndikohet nga fama e fermës, të mos të ndikohet nga kamerat, por të qëndron e vërtet me atë që duhet të jetë e vërtet, dhe e shikoj që gjatë gjithë kohës, domethënë i qëndron pranë Mimozës, është në pjesën e grupit të Mimozës, ka ndërtuar një shoqëri shumë të mirë me Bujakën dhe mundohen që të luftojnë kundërdrejt të gjitha ato banorë të cilët me padrejtësinë e tyre mundohen që të ulin personazhin dhe vlerën e Mimozës si njeri, edhe pse Mimoza, domethënë, lufton në të gjitha dimensionet vetëm e vetëm që të arrijë të fiton atë çmim 200.000 euro, sepse ka treguar një jetë shumë të vështirë. Dhe unë e them që Kostana Morava është fenomeni i dytë që po krijon kjo ferm pas Mimozës, sepse Kostana po tregohet shumë njerëzore, siç e thash, po tregohet shumë vajzë me vlera dhe po tregon një njeri të jashtëzakonshëm që ne nëpër median shqiptare në këtë ditë ku mlefi, urrejtja, xhelozia për një person që ka sukses po shkatron, Kostana po tregon një tjetër dimension që në fakt reality show dhe medias po i mungon. Unë mendoj që Kostana është një vajzë e përmbushur dhe realizuar shpirtërisht për veten e saj, prandaj dhe nuk e ka problem për të mbështetur, për të duartrokitur dhe për të dashur një grua tjetër e cila gjatë gjithë jetës ka luftuar që të arrijë të merr medaljen që meriton, sepse bëhet fjalë për një grua që ka studime të larta, për një grua që ka botime të shumta, që ka libra, që ka poezi, që ka thënie, dhe kjo gruaja, imagjinoni, ka rënë në një grop në të cilën janë munduar gjithmonë ta mbulojnë me dhe që ajo të mos ngritet dhe të mos të dominon në shoqëri. Dhe ky është realiteti i shoqërisë shqiptare, do të thënë ne në shqiptarizëm, çdo njeri i cili është i suksesshëm, çdo njeri i cili merr vëmendje, çdo njeri i cili ka kapacitet, nga hienat e xhelozisë dhe të urrejtjes ai mbytet dhe mundohen që t'ia shkatrojnë ëndrrën, por njerëzit të fortë, siç është në këtë
këtë rast Mimoza mund të ndeshen me vështirësi pafund, por ëndrrën nuk mund t'ia shkatrojnë. Dhe unë për këtë gjë e them që Kostana është fenomen sepse Kostana është duke ndihmuar jashtëzakonisht Mimozën me qetësinë e saj, me butësinë e saj, me njerëzillikun e saj që Mimoza të nxjerrë vlerat e bukura dhe të ketë një krah, sepse po lufton me të gjitha dimensionet e saj me njerëz të cilët mundohen ta shkatrojnë. Dhe unë mendoj që Kostana dhe Zhaku, nëse bëjmë krahasim, Kostana është personazhi ideal që i duhet një mbështetjeje e të gjitha artistëve kundërdrejt njëri tjetrit, sepse kjo gjë tek ne ka humbur. Dua të marr mendimin tuaj, a mendoni edhe ju njëjtë si unë?